Mos harro të bësh subscribe. Mes datave 7 dhe 8 prillit, 4 shenja marrin lajmin që ndryshon lojën. Mes datave 7 dhe 8 prillit, ritmi i ngjarjeve nuk do të jetë i zakonshëm për të gjithë. Ka momente kur jeta lëviz ngadalë, kur përgjigjet vonohen, kur rrugët duken të mjegullta dhe kur njeriu nis të mendojë se gjithçka do të mbetet aty ku është. Por ka edhe çaste kur një lajm, një shenjë, një telefonat, një mesazh apo një zhvillim i papritur e ndryshon menjëherë mënyrën si sheh ditët në vazhdim. Pikërisht kjo energji del fort në këto 2 ditë për 4 shenja që mund të marrin lajmin që ndryshon lojën. Për disa do të jetë një zhvillim që lidhet me punën, për disa një hapje financiare, për disa një kthes në jetën personale, ndërsa për disa të tjerë një përgjigje që e kanë pritur prej kohësh dhe që vjen pikërisht atëherë kur dukej se po vonohej më shumë se ç'duhej. Kjo është një periudhë ku nuk vlen të rrish i shpërqendruar. Kjo është një periudhë ku detajet e vogla mund të mbajnë peshë të madhe. Një bisedë që duket e zakonshme mund të jetë fillimi i një lëvizjeje të re. Një lajm që vjen papritur mund të hapë një derë që e mendoje të mbyllur. Një kthes që në pamje të parë duket e vogël mund të ndryshojë shumë më tepër se sa mendon. Këto 2 ditë nuk mbajnë vetëm energji lëvizjeje, por mbajnë edhe energji konfirmimi. Për 4 shenja, universi nuk po jep vetëm shpresë, por sinjal. Dhe kur sinjali vjen në momentin e duhur, loja ndryshon. Shenja e parë është dashi. Për ty, kjo energji vjen si thyrje e një pritjeje. Ti je shenjë që nuk e duron gjatë pezullimin, sepse je i ndërtuar për lëvizje, për vendim, për reagim të shpejtë. Por kur gjërat ngecin, kur përgjigjet vonohen, kur rruga s'është e pastër, edhe ti e ndjen lodhjen dhe nervin. Mes 7 dhe 8 prillit, ajo që del për ty është një lajm që mund të nxjerrë nga ky bllokim. Mund të jetë lajm pune, një konfirmim, një komunikim që vjen nga aty ku nuk e pret, ose një zhvillim që të detyron të mendosh ndryshe për atë që po afron. Për dashin, loja ndryshon sepse kjo periudhë të nxjerr nga pritja pasive dhe të fut në veprim. Mund të kuptosh se një derë që e shije si të largët po afrohet. Mund të kuptosh se dikush po e sheh vlerën tënde më qartë. Mund të ndodh edhe që një mundësi të vijë me ritëm më të shpejt nga sa mendoje dhe të vendosë përballë një zgjedhjeje që s'mund ta shtysh më. Në planin financiar, për dashin ka shenja lëvizjeje. Nuk është detyrimisht shpërthimi menjëhershëm, por është një sinjal që thotë se diçka po hapet. Mund të vijë një pagesë, një propozim, një ide që merr formë, ose një mundësi për të ndryshuar kurs. Këto 2 ditë kërkojnë që ti të jesh i vëmendshëm dhe i kthjellët. Sepse lajmi që të vjen mund të mos jetë vetëm lajm, por mund të jetë fillimi i një periudhe më të fortë. Loja ndryshon për dashin jo vetëm sepse vjen një zhvillim i ri, por sepse ky zhvillim të rikthen ndjesinë e kontrollit. Ti fillon të shohësh më qartë se ku duhet të investosh energjinë tënde, cilat dyer duhen trokitur dhe cilat duhen lënë pas. Ka raste kur njeriu pret gjatë një shenje për të lëvizur me bindje. Për ty, kjo shenjë mund të vijë tani. Dhe sa po vjen, ti nuk je më ai që rri në vend. Ti je ai që e kap momentin dhe i jep drejtim. Shenja e dytë është gaforja. Për ty, këto 2 ditë mbajnë një lëvizje që prek shumë thellë jetën tënde emocionale, por jo vetëm. Gaforja është shenjë që e ndjen gjithçka fort, e mban brenda, e lexon energjinë e gjërave para se ato të bëhen të qarta për të tjerët. Dhe pikërisht për këtë arsye, lajmi që vjen për ty mes 7 dhe 8 prillit mund të ketë efekt më të madh se sa duket në sipërfaqe. Mund të jetë një përgjigje që pret, një njeri që rikthehet me qartësi, një zhvillim që të jep siguri, ose një lëvizje financiare që të heqë një peshë nga kraharori. Për gaforen, loja ndryshon sepse vjen një moment që ndan paqartësinë nga qartësia. Ti mund të kesh qenë në një fazë ku se kishe të qartë nëse duhet të prisje më, nëse duhet të besoje ende, nëse duhet të ecje apo të tërhiqeshe. Por këto 2 ditë mund të sjellin pikërisht atë element që ta bën situatën më të kuptueshme. Mund të jetë një bisedë që të ndriçon. Mund të jetë një lajm që të jep frymëmarrje. Mund të jetë një zhvillim që të tregon se nuk ke pritur kot. Edhe në planin e punës, për gaforen ka mundësi për një ndryshim të vogël në pamje, por shumë të madh në pasojë. Mund të vijë një kontakt, një propozim, një njeri që të hap rrugë, ose një sinjal që të tregon se po afron një etapë më e mirë. Në aspektin financiar, kjo periudhë mund të japë jo vetëm lajm, por edhe qetësi. Ka gjasa që një barë e brendshme të zbutet. Ka gjasa që ajo që të ka mbajtur të tensionuar të nisë të marrë drejtim.
Dhe kjo është e rëndësishme për ty, sepse kur ti ndjen qetësi, e gjithë energjia jote ndryshon. Loja ndryshon për gaforen sepse nga këto 2 ditë mund të dalë një ndjesi e re, jo më vetëm pritje, por më në fund lëvizje konkrete. Dhe kur kjo ndodh, ti jo vetëm qetësohesh, por fillon të rindërtosh me më shumë besim atë që do për veten. Shenja e tretë është Virgjëresha. Për ty, kjo periudhë ka një rëndësi të veçantë sepse je shenjë që nuk bindesh lehtë nga zhurma. Ti kërkon prova, kërkon rend, kërkon logjik, kërkon diçka që mban peshë. Dhe pikërisht këtu qëndron forca e kësaj periudhe për ty. Lajmi që vjen mes 7 dhe 8 prillit ka shumë mundësi të jetë lajm që të bind, jo thjesht lajm që të emocionon. Mund të vijë si konfirmim pune, si përgjigje që e kishe pritur, si qartësi mbi një çështje të rëndësishme, ose si një zhvillim që të bën të kuptosh se më në fund diçka po del nga vendnumërimi. Loja ndryshon për Virgjëreshën sepse kjo shenjë lodhet kur çdo gjë mbetet pezull dhe pa formë. Ti je ndërtuar për të analizuar, për të rregulluar, për të vënë gjërat në vijë. Por kur realiteti nuk të jep informacion të mjaftueshëm, edhe ti e ndjen peshën e pritjes. Këto 2 ditë mund të sjellin pikërisht atë informacion që mungonte. Mund të vijë një përgjigje që të jep drejtim. Mund të vijë një person që të hap një rrugë. Mund të vijë një mundësi që në fillim të duket e vogël, por që në të vërtetë mban brenda një ndryshim më të madh. Në planin financiar, kjo është një periudhë që mund të sjellë lajm të mirë përmes një rregullimi, një shansi praktik, ose një hapi që forcon sigurinë tënde. Për Virgjëreshën, fati nuk lëviz gjithmonë me zhurmë, por kur lëviz me saktësi. Dhe kjo mund të jetë një nga ato herë kur ti kupton se universi po të jep jo vetëm një shenjë, por një drejtim të qartë. Loja ndryshon sepse ti del nga mjegulla dhe hyn në një fazë ku gjërat fillojnë të marrin formë. Kjo të jep forcë, të jep qetësi. Dhe mbi të gjitha, kjo të jep mundësinë të veprosh me mendje të pastër. Shenja e 4 është Ujori. Për ty, këto 2 ditë kanë një energji të veçantë sepse prekin pikërisht atë zonë ku ti shpesh jeton, ndryshimin, surprizën, lëvizjen e papritur, kthesën që vjen pa paralajmërim. Ti je shenjë që, edhe kur dukesh i qetë, brenda vetes lëviz shumë. Mendon shumë, kërkon shumë, pret shumë nga jeta dhe nuk kënaqesh me të zakonshme. Prandaj lajmi që mund të vijë për ty mes 7 dhe 8 prillit ka shumë mundësi të mos jetë thjesht një zhvillim i vogël. Mund të jetë një lajm që të jep ndjesinë se diçka po thyet dhe diçka e re po hyn. Mund të lidhet me një projekt, me një bashkëpunim, me një person, me një rrugë të re, ose me një lajm që të çon drejt një horizonti ndryshe. Për Ujorin, loja ndryshon sepse kjo shenjë shpesh e ndjen se është pranë diçkaje të re, por jo gjithmonë e sheh qartë kur vjen momenti. Këto 2 ditë mund ta bëjnë atë moment më të dukshëm. Mund të vijë një përgjigje që të jep dritë. Mund të vijë një kontakt që të ngacmon mendjen dhe të hap perspektivë tjetër. Mund të vijë një lajm që të bën të ndalosh dhe të kuptosh se gjërat nuk janë më si një javë më parë. Në planin material, Ujori mund të ketë një hapje që vjen përmes zgjuarsisë, komunikimit ose një ide që merr vlerë. Kjo shenjë shpesh ecën më mirë kur sheh përpara, dhe këto 2 ditë mund të japin pikërisht atë arsye për të parë më larg. Loja ndryshon për Ujorin sepse vjen një lloj rizgjimi. Nuk je më në një fazë ku vetëm mendon çfarë mund të ndodhë. Mund të hysh në një fazë ku diçka realisht ndodh. Dhe kur kjo ndodh për ty, e gjithë energjia jote transformohet. Ti bëhesh më i kthjellët, më i vendosur, më i hapur ndaj asaj që po vjen. Pra, mes 7 dhe 8 prillit, Dashi, Gaforia, Virgjëresha dhe Ujori mund të marrin lajmin që ndryshon lojën. Për secilën nga këto shenja, kjo periudhë nuk vjen kot. Ajo vjen me një sinjal, me një zhvillim, me një konfirmim ose me një kthesë që mund të ndikojë fort në ditët në vazhdim. Për disa do të ketë më shumë qartësi, për disa më shumë siguri, për disa një ndryshim në drejtim, ndërsa për disa një lajm që e lë pas një kapitull dhe hap tjetrin. Këto janë ditë ku s'duhet në vlerësuar asgjë. Një lëvizje e vogël mund të jetë fillimi i një faze më të madhe. Një lajm i thjesht në pamje mund të ketë peshë shumë më të madhe se sa duket. Dhe për këto 4 shenja, energjia tregon qartë se loja mund të ndryshojë jo nesër a pas një muaji, por pikërisht tani. Nëse je Dashi, Gaforia, Virgjëresha apo Ujori, shkruaje shenjën tënde në komente dhe më thuaj nëse e ndjen që mes 7 dhe 8 prillit po afrohet një lajm që ndryshon gjithçka për ty dhe mos haro të abonohesh në kanal për të mos humbur videot e radhës.